5 maj, dita e dëshmorëve, gjaku që u kthye në devizë politike e përfitime ekonomike. Nga Leonard Vezi. Jemi në 5 maj. 5 maj në Shqipëri është një dita e shënuar. Sepse përkërisht në këtë ditë nderohen dëshmorët e atdheut që në retorikën e përditshme thuhet se janë ata që dhanë jetën për lirinë, për kombin, për një ideal më të madh se vetja, për lirinë, për çlirimin, për një të ardhme që shpesh herë nuk mundën ta shohin të realizuar. Për këtë lloj retorike nuk kam se ç'them më. Gjithsesi, me retorikë të përditshme apo të një datë në vit, 5 maj është një nga ato ditë që mbart peshën e një historie të përgjakshme, por edhe të shenjtë. Është një ditë solemne, e mbushur me kujtime, fjalime të burrave të shtetit, kurora lulesh, vizita në varrezat e dëshmorëve dhe përmendore me emra të gdhendur mbi gur. Ajo kujton ata që dhanë jetën për një ideal që në fakt nuk e arritën dot. Që do të thotë se dëshmorët e atdheut, si dje dhe sot, vazhdojnë të mbeten pjesë e idealizmin. Por ndërsa vargjet solemne recitohen dhe kurorat vendosen mbi mermerin e ftohtë të varreve, një heshtje e rëndë qëndron pezull bashkë me pyetjen shumë dyshuese: a mos ndoshta është luajtur shumë me gjakun e tyre? Gjithsesi, kjo mbetet pyetje që dhe mund të mos marrë përgjigje, sepse me ca simbole është vështirë të luash. Dhe ndoshta për hir të kësaj, edhe abuzimi i ngritur në pyetje bëhet më i madh. Pas luftës së dytë botërore dhe më pas në tranzicionin demokratik, figura e dëshmorit u përdor, jo vetëm për të frymëzuar, por edhe për të ndërtuar legjitimitetin e pushtetit. Ata që erdhën në krye të shtetit me flamurin e luftës, i kthyen dëshmorët në një pasuri politike duke i përdorur edhe si mburoj. O po mirë kush ikën, thuaj. Se ikën shpejt e nuk e gëzon dot jetën e tij. Sepse sa për ata që mbeten pas, do ta shkruajnë me të mëdha në biografi, familje dëshmori. Familjet e dëshmorëve përfituan jo vetëm respekt, që pa dyshim u takonte, por edhe favore, privilegje, poste dhe status të privilegjuar në një shoqëri të ngujuar mes heroizmit të së kaluarës dhe kaosit të së tashmes. Në të dy llojet e regjimeve diktaturë proletariati dhe ekonimi e tregut, flitej për një punë të mira, poste në administratë, ndonjë të drejtë studimi jashtë radhe, privilegje të heshtura dhe mbi të gjitha një moral të pakontestueshëm që mbështetej në një fjali të vetme: jemi familje dëshmori. Kemi dhënë gjakun për këtë vend. Ndiqni videon e plot në kanalin ton të YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni tani subscribe dhe nuk do të humbisni asnjë nga videot tona.